Të nderuara media, sot kemi ardhur këtu dhe unë në emër të Zbashkut po tregoj se kjo sindikate ka mbështetjen e plotë dhe ne mendojmë ta përcjellim situatën dhe të bëjmë edhe veprime tjera të solidaritetit, nga se në sindikatat në Kosovë, më pak ndoshta, po në sindikatat në botë, solidariteti është shtyllë për sindikalizmin. Unë veç po them 2-3 fjali, sepse mbështetjen tonë do ta paraqes sekretari përgjithshëm i Meri, unë po them vetëm, mirë që u gjeten para për studentët, mirë që u gjeten para për pensionistët. Në këtë mënyrë është dashur të gjindem jetë edhe për radio-televizionin e Kosovës dhe 700 punëtorët e tyre. Mosgjetja mjetëve tregon se kryeministri dhe ministri i financave kanë diçka aty natin që e kanë bërë dhe ndaj nesh në shtator, po e bëjnë një lloj inati me qëllimin më të keq që ta thyjnë vullnetin e sindikatës dhe të punëtorëve. Të kërkosh pagë nuk është privilegj, të kërkosh pagë është lutje për të jetuar. Pa pagë është vështirë të përballet një punëtor i këtuhit me çmimet kaq të larta. Ju prift e mbara, Zbashku do të jetë gjithmonë me ju. Faleminderit shumë. Sot jemi mbledh këtu, jo vetëm për ta ndëgjuar zërin protestues, por për ta ngritur zërin e përbashkët të dinjitetit punëtor, të drejtësisë dhe të solidaritetit. Zbashku si përfaqësues i punëtorëve të arsimit, shkencës dhe kulturës, është sot këtu për krah me juve, me punëtorët e RTK-s që përballen me një pa drejt të papranueshme, mosmarrjen e pagave që i kanë fituar me punë, me mund dhe me përkushtim. Pagat nuk janë privilegj, pagat janë e drejtë e garantuar për çdo punëtor që e përmbush detyrën e tij me ndershmëri. Çdo ditë pa pagë është një ditë me padrejtësi. Çdo vonesë në zbatimin e kësaj drejtësie është një cënim i dinjitetit njerëzor dhe profesional të punëtorëve të RTK-s. Ne e di mirë se çfarë do të thotë të punosh me presion e të mos shpërblehesh me respekt. E kemi përjetuar edhe ne në arsim vite më parë, kur shteti ktheu shpinën ndaj punëtorëve, por forca jonë qëndroi në unitet dhe solidaritet. Prandaj sot jemi këtu për t'ju thënë qartë, na nuk jeni vetëm, ne jemi me ju. Zbashku qëndron me forcë çdo presion që ushtrohet ndaj sindikatës së punëtorëve të RTK-s dhe ndaj punëtorëve dhe ndaj udhëheqësve të saj. Të gjithë duhet ta kuptojnë se sindikata nuk është armik i askujt, por është zëri i lehtëshëm i punëtorëve. Të heshtësh sindikatën do të thotë të heshtësh demokracinë. Prandaj, ne e bëjmë thirrje qeverisë në detyrë të Republikës të Kosovës të zhbllokojë menjëherë buxhetin e RTK-s, ashtu të gjën mjete, ashtu siç i ka gjetë, siç e përmeni kryetari, edhe për studentët, edhe për punëtorët, edhe për fëmijët të cilët na ka gëzuar i lajm, por njëkohësisht na ka hidhur shumë kur i kanë dalë pagat e punëtorëve të RTK-s, të cilët sot punojnë, sot çdo herë punojnë. Të garantoj pagesën e plot në të punëtorëve për çdo muaj, jo vetëm për këtë muaj, por për çdo muaj. Dhe të respektojnë në çdo rrethon të drejta sindikale, e cila është themeli çdo shoqërie të lire demokratike. Të dashur kolegë, betejat sindikale nuk janë të lehta, por ato janë të drejta. Në to fitojnë ata që të qëndrojnë bashkë. Sot zëri juaj po dëgjohet nga gjithë shoqëria dhe ne sindikata tjera jemi me ju sot dhe nesër deri në fitore. Nëse kjo situatë vazhdon, ekziston mundësia që Zbashku të mobilizoj të gjitha anëtarësinë e saj për të solidarizuar me kolegët e RTK-s, sepse solidaritetit nëpërmjet punëtorëve është shtylla më e fortë e lëvizjes sindikale. Rrov solidariteti sindikal, rrov zëri punëtorëve të RTK-s, rrov dinjiteti punëtorëve kosovar. Faleminderit shumë.